Pas rreth 30 vitesh, banorët e lagjes së Dushse në Vauides kanë tashmë një rrugë të rehabilituar dhe shtruar. Gjendja amortizuar e rrugës prej vitesh ishte kthyer një problem të përditshëm për banorët, të cilët kishin kërkuar ndërhyrjen e bashkisë për përmirësimin e saj. Kryetari i bashkisë Vauides, Kristian Shkeli, thotë se rehabilitimi i këtij aksi ishte një kërkesë drejt për drejt komunitetit dhe se ndërhyrja synon të krijojë banorëve kushte më të mira lëvizje. Sipas tij, përmirësimi i rrugës është veçanërisht i rëndësishëm për fëmijët, të cilët e përdorin atë çdo ditë për të shkuar në shkollë dhe për lëvizjet e tyre. Aktualisht ndodhemi në lagjen e Durrësve, në qytetin e Vaudesit, një rrugë që 30 vite është kanë në gjendje shumë të keqe, skandaloze, e cila sot po mohet një fjalë e dhënë këtyne banorëve, këtyne miqve tonë, dhe sot po shtrohet asfalt, dhe besoj që ju lehtëson jetën banorëve të zonës, qarkullimin me makina dhe fëmijët që shkojnë nëpër shkolla, sot nuk shkojnë më nëpër balë, por shkojnë nëpër asfalt. Ky investim bëhet me fondet e bashkisë Vaudes. Ky investim është rreth 100 milion lek të vjetra. Me përfundimin e punimeve pritet lehtësohet qarkullimi i mjeteve dhe lëvizja e këmbësorëve, duke përmirësuar ndjeshëm aksesin e banorëve me pjesë të tjera të zonës.